Pjesa e dytë. Dhe kështu pra të nderuar miq, këto ishin trazirat, mos pajtimet, mos marrëveshjet në shoqëri, të cilat ishin ja do plasaritje, si që kemi thënë në epizodat e kaluara, plasaritje politike dhe grushtet që ju bë shtetit islam pas ndrimit jetë të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij. Do me thënë, Imam Alia ishte caktuar për lider shpirtëror, imam, e pastaj Imam Alia ka mund me caktu se kush do të vije për udhëheqës, sikur se janë liderët shpirtëror, jo, sikur se që janë në radhitje, sikur se që janë në protokollin edhe në radhitjen e pozitave që vinë presidente, kryeministër e tjera. Prandaj Imam Aliu u bë sakrificë e të vërtetës dhe të drejtës, por gjithashtu kemi thënë edhe në epizodat e kaluara që shpesh të shumtën e rasteve Imam Aliu ka heshtur dhe ka gëlltitur kafshatat e përgjakura vetëm e vetëm mos të bëhet gjakderdhje në shoqëri, prandaj edhe nuk ka bërë shumë zë pse ata nuk e kanë pranuar si imam, po kishte njerëzi që e ndiqnin Imam Aliun dhe e ndiqnin dhe dëgjonin dhe ju bindnin si imam, sepse në surën e 4 ajeti 89 thot etiullahe wa atiu rasul ve ulil emri minkum, që do të thot ndiqni rrugën e Allahut, bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që ju japin urdhra. Dhe pas vdekjes Osmanit, halifës të tretë, Muaviu ishte në Siri si guvernator. Muaviun e kishte caktuar si guvernator Omeri. Dhe ai pra nuk dëshironte që t'ja jepte besën Imam Aliut, ndërsa Imam Aliun vetëm se e kishin zgjedh, pra, e kishin zgjedh për halife. Populli e kishte zgjedh, edhe është një thënie në librin e tij Nahjul Belaga, shtegu i elokuencës, kur e pyesin imamin, thot qysh imami u bë halife, sepse halife e tokës në mënyrë demokratike nuk ishte vlerë te Imam Aliu, sepse ai ishte halifetullah, ishte halife mëkëmbës i Zotit në tokë. Zoti ka kriju mëkëmbës pejgamberët, evlijat, njerëzit e ngritur, njerëzit e ditur, jo njerëzit arrogant e ignorant. Prandaj konflikti i parë që u bë kur Imam Aliu u bë halife ishte Muavia, biri i Ebu Sufjanit. Pra e dim që Ebu Sufjani ka qenë armiku i përbetuar i profetit Muhammed. Muavia u bë armiku i përbetuar i Imam Aliut. E mandej vjen Jezidi, djali i Muavis, u bë armiku i përbetuar i fëmijëve të profetit, pra nipave të profetit. Prandaj ai nuk e pranoi dhe Muavia tha duhet i Aliu para se të zgjidhet halifi i ri, ai duhet t'i gjej persona të cilët e kanë mbyt Osmanin. Kinse ishte qaq me rëndësi që të gjendet vrasësi i Osmanit me njëherë që ato ditët kur ishte në krizë, sepse 40 ditë rresht ishte i rrethakum shtëpia e Osmanit, dhe Imam Aliu tha thotë shteti është në kauz, është në shkatërim shteti islam, qeveria e Sakifës ishte në rënje, njerëzit ishin ndarë në grupe dhe i tha pasi që ta rregullojmë punën e shtetit, pra punën e shkatrimit, e kish marrë në dorë një administratë shtetërore, një qeveri pothuajse të shkatruar me korrupsione e tjera, ai premtoi popullit se do ta gjej kush ka qenë mbytësi i Osmanit. Thuhet se njeri prej atyve që dyshohet ka qenë Muhammed ibn Ebu Bekri, pra djali i Ebu Bekrit, pra e mbyt halifen, shokun e babës vet.
po aty nuk shikohet. Mirë po prap, në këta thojnë ndryshohet dhe i përmendin edhe dy emra tjerë, i keni në epizodën tjetër. Dhe kështu, gjithashtu Imam Aliu bëri ultimatum bënin të gjitha këta guvernatorët të Sufjani, të Amr ibn Asi që ishte në Egjipt, që kishte caktuar Omeri si guvernator, si me thonë ma shumë se president, guvernator ka një fjalë ma të madhe se ajo, edhe ky në Yemen, edhe ai në Siri, të gjithë, do me thonë të gjithve, Imam Aliu i kërkoi që t'ja japin bejatin, besatimin, si që këshin dhënë Ebu Bekrit, Omerit e Osmanit. Mirë po, ja që këtu Imam Aliu e krijoi ushtrinë e vetë, Muaviu e krijoi ushtrinë e vetë dhe u bë për një zënk kinse që ti duhet me gjetë kush është vrasësi i Osmanit, edhe pse Aliu nuk thoshte që nuk do ta gjenë. Dhe pastaj ndodhi një luftë shumë e tmerrshme në Siri, mirë po puna ishte edhe pse Imam Aliut nuk ja dha bejatin Muaviu për arsye se Imam Aliu kishte krijuar një qeveri tamam të shtetit islam dhe i pastronte të gjitha veprat e këqija të korrupsionit, të korrupsionit, të hajnive, të ndryshme, pastaj të atyre ligjeve për njerëzimin të cilat kishin ndryshuar në krahasim me versetet kuranore mbrenda 25 vite, sepse 5 vite ka qenë Ebu Bekri, 10 vite Omeri, 12 vite Osmani, do më thonë 25-6 vite kanë qenë bajagi një kohë kur Imam Aliu ka qenë vetëm punëtor krahu. Dhe kur hyni në khalife u bë Imam Aliu, ai i tha edhe njerëzve se të gjitha, ai kërkonte vetëm drejtësi dhe thoshte të gjitha ata që e kanë marrë mallin e shtetit, pa me hajni, me korrupsion, me pa të drejtë dhe janë pasuruar në krah të shtetit, të gjithve i tha që do t'ja konfiskoj mallin e tyre. Kështu që Aliu me drejtsin e ti krijoi shumë armiqësi, mirë po për Aliun, për Imam Aliun nuk ishte me rëndësi as jeta e ti, as familja e ti, sa ishte me rëndësi drejtësia hyjnore, sepse Kurani veç brenda 25 diteve i kishte ndryshu kahjet. Mandej ky Muaviu nuk i bindej atij, por Imam Aliut, por në Siri kishte kriju një modernitet të asaj kohës, sa që të krishterët piktor artist i kishte urdhëruar që në përmuret e pallatit ti, madje të pikturohen edhe gratë gjysmëlakuriqe, por plus Muaviu është i pari i cili ka kriju hareme. Harem do me thonë vendi ku ka pasur gra, valltare, gra pa hesap, e gjëna tjera, harame tjera, madje edhe ka fillu që të përdoret alkoholi. Prandaj Muaviut nuk i konvenonte ky halifati i Aliut, edhe ai gjithmonë filloi ta kundërshtoj. Por në Sifin ishte, para Sifinit, gjithashtu ndodhi edhe një luftë tjetër, lufta rreth Devës, në të cilën luftë e përkrahën dhe filluan Aisha, qika e Ebu Bekrit, halife së parë, Talha dhe Zuberi. Këta ishin 3 personazhe. Kjo ishte lufta rreth Devës para Muaviut. Muaviu vetëm e ngacmoi situatën dhe tha që unë nuk e pranoj Aliun si për halife, derisa ai nuk e merr gjakun e Osmanit. Dhe kjo ishte vetëm një pretekst për mos me lënë
Aliun me qenë halife, e populli veç e kishin zgjedhur dhe populli thoshte, ja Ali, ti duhesh të marrësh. Në farë mënyre i kanë imponu Imam Aliut dhe ai jo që e ka dasht atë pozit, madje, si që thash në Nehjul Belaga, i thot ju këtë halifat që po ma ofroni, pra me qenë unë e halife juja, thot kjo, thot është për mua si planci i dhis në duart e zgjebura, që i bie që hiç se ka pas me rëndësi këtë pozit, por u desht me marë këtë pozit, sepse ishte në shkatrimin e sipër shteti islam. Prandaj edhe Aisha gjithashtu u ngrit në luftë, veç pak ju lutem ta gjoj këtu. Në luftën prandaj edhe Aisha, bia e Bubekrit, gruaja e profetit Muhammed, e shkeli, si themi, një urdhër të Zotit, sepse në surën 33, ajeti 33, Zoti thotë ju gratë e profetit, rrini në shtëpia tuaja dhe mos u bëni si në kohën e gjahiljetit, pra në kohën e para islamit. Mirë po, Aisha e bëri këtu një gabim dhe doli me Talha ibn Ubejdullahin dhe Zubejrin ibn Alafan. Këtu pra cila nga ju do të jetë mandej plus edhe hadithi profetit thot, me një rast thot në disa libra hadithi profetit përmendet se profeti ka thënë grave të tij, cila nga ju do të jetë ajo që do të lehin qend në Hawab ndaj saj. I ka pyet gratë profeti dhe ky parashikim ndodhi kur Aisha u pregadit me Talhën dhe Zubejrin, njërin e kishte djalë vllau, tjetrin e kishte burr i motrës, dhe edhe këta shkuan për ta luftu Aliun dhe në këtë luftën rreth devës për fat të keq u bën shkaktar që 10.000 musliman edhe nga ana e Aishës, ushtrisë e Aishës edhe ushtrisë e Aliut. Për çka vetëm pretekst ishte që kjo lufta rreth devës u bë për shkak se kërkonte Aisha me marr hakun e Osmanit. Preteksti ishte që Imam Aliu të mos jetë halife, sepse Imam Aliu ka pasur t'i konfiskoj mallrat që i kanë marrë, ti ta bëjnë një rregull në shoqëri me Kur'an. Dhe kur shkoi Aisha në rrugën për në Sifin, dhe aty rreth devës, prandaj thot Gjebelu në Gjemel, lufta, beteja e Gjemelit, beteja rreth devës, dhe kur shkoi Aisha në rrugën për në betej, aty ju ndalën disa qenë dhe e rrethuan devën edhe vraponin mas Aishës. Edhe Aisha aty e kuptoi fjalën e profetit dhe e kuptoi që kishte gabuar rënd që kishte dalë, e cila për fjala e profetit është, cila nga ju do të jetë ajo që do të lehin qend e Hawabit ndaj saj. Ky hadith është i vërtet, e ka gjendet në Musnedin e Ahmed ibn Hanbelit, do me thënë në Tarihi Tabari, si pas transmetimeve, ky karavan i Aishës kaloi në një vend të quajtur Hawab, i dëgjoi qend që lehnin dhe e kujtoi për Aisha këtë hadith. Edhe këtu shihet prandaj beteja e rreth shihet si një gabim politik që çoi në luftë në mesin e muslimanëve. Sa u mundua Imam Aliu që atë protestën 40 ditë me qindra mija persona donin që Osmanit i thonin hej njeri çu ban reforma, mos na le kështu në këtë gjendje, ai nuk deshti dhe nga kulmi e mytën, Imam Aliu sa deshti ta shpëtonte popullin nga mos bëhet gjakderdhja, u ngrit Aisha, Talha dhe Zuberi, dhe për fat keq historia e regjistron, unë vetëm ju përcjelli miq të nderuar, por ju mund ta shikoni edhe këtë libër i kam marrë, por lirisht shkruani lufta rreth devës në ChatGPT, çdo fjalë keni, por ja që unë jam në shërbimin tuaj.
Dhe kështu pra ky është një gabim politik dhe një luftë shumë e keqe rreth muslimanëve. U bënën sebeb Talha, Zyberi dhe Aisha 10.000 musliman me ndru jetë. Mandej u bën luftë, profeti Imam Aliu ishte shumë i drejtë, kishte shumë respekt ndaj grave të profetit, dhe sepse ato janë nënat e muslimanëve, prandaj kur t'i themi nën dikujt, me ta nuk mund të martohemi. Ato kishin ajete ekstra për gratë e profetit në Kur'an ku e kanë pas të ndaluar e kanë pas që të martohen me mas vdekjes profetit. Prandaj Aisha ka met shumë e re, pa fëmijë, pa kurrë, sepse e ka pas të ndaluar me u martu pas profetit. Dhe kështu pra Aliu ishte shumë i drejtë, shumë i sinqert, shumë i respektueshëm ndaj grave të profetit, këtë rast edhe ndaj Aishës, sepse ai e ndinte që shpirti i profetit nuk ishte rahat me këtë gabim të madh që e bëri Aisha, dhe ai çka bëri, i mori 40 ushtar dhe e vendosi Aishën në deve, plus me një, si me thanë, si një kosh i princezave, si një kabin kështu e rregullume, dhe e dërgoi Aishën, e ktheu në Medine, dhe prap njerëzit ishin shumë shpifës, shumë përçarës, dhe ata thanë, ja, tha shiko Aliu si e ka pru Aishën, se donin ti thurnin në shpifje morali, dhe tha, shiko tha Aliu, tha si e ka pru, tha gruan e profetit prej luftës atje në atë vend, thot me 40 meshkuj. A në realitet, kur Aliu e dinte këto gjana çka kanë me ndodh, dhe kur hynë në Medine, po sa u dëgjun këto fjalë, Aisha u kthy pa u prekur nga shpata, nga shigjeta, sepse ajo veç urdhëronte që të luftoje Aliu me ushtarët e tij, edhe u mbytën 10.000 veta, kishin hatër edhe ndaj gruas profetit, po kishin hatër edhe ata pabesimtarë, ata që fillon mu kthy në jetën para islame, nuk kishin hatër ndaj Imam Aliut, dhe prandaj u kërcnuan. Dhe kështu pra, kur e prunën në Medine Aishën, gruan e profetit Muhammed, bijen e Ebu Bekrit, ata fillun me folë që shiko që si e ka sjell me 40 meshkuj ushtar, dhe në atë moment, në Arabi edhe burrat edhe gratë për shkak plunit i mbulojnë kështu ftyrat me asi shalla, dhe në atë moment kur i hekin të gjitha ushtarët, i hekin shallat, kur i shikojnë kanë qenë 40 gra, jo 40 burra, po 40 gra. Dhe kush ka qenë tjetër kush? Në anën e djathtë ka qenë Imam Hasani, në anën e majt ka qenë Imam Husejni, që do me thonë Aliu e ka përcjell Aishën me sigurin më të fortë, me djemtë e vet që mos mu prek morali i saj, edhe pse arabët ishin shumë të moralshëm dhe dëshironin që Aishës t'ja bonin edhe këtë amoralitet që do me thonë ajo ka ardhur me 40 mashkuj, edhe pse e humbën luftën, po këtu atëherë u përcaktun kush është me Aishën, kush është me Aliun. Thuhet se Aisha mandej u pendu, po u bë. Dhe kur deve Aishës u rrëzua u bën pra, më falni, dhe kur erdhi Aisha u kthy në Medine e dëshpëruar, sepse kishin vdekur 10.000 ushtar, dhe ajo kur u ul për toke, kjo ishte një shenjë se u lufta më nuk do të bëhej, u ndalua, njerëzit i morën plaçkat e luftës, dikush u pasuruan, dikush vdiqën, sepse kemi thënë plaçka e luftës ka qenë më e shenjta, më e shtrejta. Dhe gjithashtu kjo luftë prapë mbeti respekti ndaj Aishës,
Edhe me gjithë ajo kishte qenë në anën e kundërshtarve, pra Ali ibn Talibi urdhëroi që të trajtohet prap Aisha me respekt, veç se ka qenë nana e besimtarve dhe gruaja e profetit. Gjithashtu, kur e ka dërgu Aishën në Medine, dhe kjo ka qenë një pikë shumë e rëndësishme në çfarë mënyre pra e ka dërgu, dhe fjalët e Imam Aliut, sipas disa kronikave historike që kanë shkruajt historiografët, thotë, ka thënë kështu për Aishën: ajo është gruaja e profetit tuaj në këtë botë dhe në botën tjetër, por Zoti ju sprovoi me të. Pra i tha kundërshtarve, keni kujdes, mos u sjellni keq pra me Aishën, sepse ajo është gruaja e profetit edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, dhe keni kujdes sepse Zoti ju sprovoi me Aishën, ju që e dëgjuat Aishën. Pra, përmbledhja është pas mbretërës së Imam Aliut, ndaloi dhunën dhe hakmarrjen, ai tregoi respekt ndaj Aishës, gjithashtu edhe krijoi siguri në Medine që mos të vazhdojnë këto punë. Mirë po, me kaq nuk mbaroi. Nuk mbaroi sepse Muaviu, biri i Sufjanit, baba i Jezidit, qoftë i mallkuar, pra Jezidi, ai e krijoi edhe një luftë tjetër në Siffin. Kjo ishte më e tmerrshmja. Kjo ishte më e tmerrshme që e solli Imam Aliun në martirizim, në plagosje. Siç e tham, Muavia nuk dëshironte t'ja jepte besatimin të betohej se Alia është halife, nuk dëshironte kurrësi, sepse e dinte që Aliu tha, unë do të vendosi drejtësi dhe do t'i konfiskoj mallrat që ja keni marrë Beitul Mal, shtëpia e mallit, aty ka pas florije, gjëra tjera, ari, para, gjitha, edhe ky i shpalli luftë Imam Aliut, edhe ky gjithashtu me pretekstin. Nisoj sikur se Aisha, qëllimi ishte veç Aliu mos me armë pozitë, sepse Aliu ka qenë shumë i drejtë edhe nuk ju ka dhimbë jeta kur ka qenë pyetje Kurani dhe drejtësia dhe vërtetësia, sepse Jezidi, Muavia kanë fillu edhe Kuranin me shtremblu, kanë fillu edhe versetet kuranore me i keq interpretu, kanë fillu dietarët me i mbyt në për pallatet e tyre, dietarët musliman të cilët nuk i kanë përull kokën para Muaviut, para halifeve, sepse halifet kanë qenë si mbretër, mas Imam Aliut, këta tjerët si mbretër kanë qenë, edhe ma shumë e kanë degradu fenë islame. Prandaj, kur në luftën e Siffinit, është shumë gjatë me spjegu këtë, mirë po që kjo është me rëndësi ta dini, se në luftën e Siffinit për fat të keq u vranë, vdiqen 45.000 ushtar, 3 muaj rresht. Imam Aliu s'mund të ke me arnë pozit me rregullu situatën në qeveri, për shkak që ja paraqiç njerë Aisha, njerë Muaviu, i dhan luftë, vetëm për shkak pretesti se s'po i gjen mbytësit e Osmanit, kinse ishte shumë me rëndësi ajo para Kuranit edhe para jetës profetike i cili na mësoi se si duhet me udhëheq një shtet. Ajo ishte premtimi i Aliut. Dhe 3 muaj ditë që ka zgjatë kjo betejë shumë e ashpër në mes të Aliut dhe Muaviut, 45.000 nga ana e Muaviut kanë vdek, sepse ata e kanë ngrit dorën kundër profetit Muhammed, faktikisht, sepse Aliu ka qenë vëllai i profetit, Aliu ka qenë pasardhësi i profetit, Aliu ka qenë prijesi i ummetit në atë kohë edhe sot edhe gjithmonë, prijesi i besimtarve, mirë po ana tjetër me siguri se nuk ishin besimtar, prandaj e dëgjuan Muaviun dhe i ngretën shpatat kundër Aliut. Dhe nga ana Aliut ranë shahid, nuk vdiqën, ranë shahid 25.000. Gjithsej, brenda 4 muajve kanë vdek dhe kanë ranë shahid 70.000 musliman me emër edhe musliman besimtar që ishin nga ana Aliut. Dhe në fund, këtu u kriju një armiqësi.
Njerëzit që ishin nga Imam Aliu nuk u pajtuan me disa urdhra të Imam Aliut. Dhe pa marrë parasysh që shumica prej tyre ishin me Imam Aliun, sepse nuk ju përzinin, vetëm ju bindeshin, sepse s'kishte njeri ma drejt, ma sinqert, ma të zgjedhur prej Zotit, po dolen një grup që i thonë Havarixhet, ata që dolen nga tobori, nga ushtria, nga qeveria i Imam Aliut, për arsye se kur e pa Muaviu, kur e pa Muaviu që po bëhej luftë e ashpër, ai e bëri kërkoi një arbitrazh, pra një marrëveshje. Në mes të luftës kërkoi një marrëveshje sepse ma shumë vdisnin ushtarët e Muaviut, edhe u lodhën sepse ata s'kishin besimin si ushtarët e Imam Aliut që ishin të devotshëm me namazë me gjitha, dhe për shkak arsye se nuk e pranun pra këtë arbitrazh, çka bëni Muaviu, e mori Kuranin, fletat e Kuranit, edhe i vendosi edhe Kuranat, i vendosi në përshtiza kështu pra në këtë mënyrë, dhe kur i vendosi Kuranat në këtë mënyrë, kjo i bie që ai tha na po dorëzohemi, por të bëjmë marrëveshje. Ndërka që një grup i vogël Havarixhës të nga ana e Imam Aliut, po që ishin edhe kundërshtarët e Muaviut, ata nuk u pajtun me këtë zgjedhje, pastaj ata bashkëpunun me disa prej ushtarëve të Muaviut, dhe menduan se për ta zgjedhur këtë problem, që u ndal lufta dhe Imam Aliu e pranoi këtë arbitrazh, pra këtë marrëveshje të bëhet, sepse shkonin ushtarët edhe u dorëzu Muaviu tash ti s'kishe çka me bë. Luan, vetëm edhe 10 minuta. Vetëm u lezonin kështu më pësh. Qa ashtu? Qka me mo? Po jemi këtu bashkë. Hajde dhe njerë. Imam Aliu e pa që Muaviu veç u dorëzua, do me thonë, edhe pse u dorëzua në mënyrë shumë në çmuse, do me thonë e dinte që Imam Aliu nuk dorëzohet qa shkollaj, po kur e vendosi letrat e Kuranit në përshtiza, e pa që edhe Kurani po keq trajtohet, edhe Imam Aliu e përbiu edhe këtë kafshat edhe tha okej, po bëjmë marrëveshje, dhe nuk arritën me bë marrëveshje sepse Havarixhet, që kë grupi vogël nga ana Imam Aliut me acarimin që e bën, ata u organizuan me ushtarët edhe të Aliut edhe të Muaviut, po me një grup shumë i vogël, ata e bonën një komplot edhe thanë, pasi që nuk po mirën vesh, nuk pjalon imamatin Imam Aliut, betimin nuk pja jep ky Muaviu, atëherë ishin 3 persona që kërkonin me marë pozitën e khalifës. Ishte Amr ibn Asi, që ishte në Egjipt, sepse edhe ato Imam Aliu tha ai duhet të largohet dhe të shkoj në Egjipt Abdullah ibn Ebu Bekri, që në Egjipt të bëhet guvernator Abdullahu djali Ebu Bekrit. Mandej Muaviu të largohet nga pozita e tjera, atyve nuk i konvenonte sepse kishin përjetu knatësinë e kësaj bote me flori, me ari, me femra, me alkohol, me të gjitha, në par mënyrë e kishin degradu fenë islame. Atyve kjo nuk i konvenonte, Havarixhet u bashkuan, tha, okej, tha, po shkojmë, tha, me i mbyt të tret edhe kjo pun me u rahatu edhe me gjet na khalife tjetër. Okej, shkun edhe e caktun një person me shku të Amr ibn Asi në Egjipt, tjetrin në Siri të Muaviu dhe tjetrin në Kufe të Aliu. Ky që shkoj me myt Muaviun, aju paska smu rrugës, shkoni çfarë intriga. Ky tjetri që shkoj me mbyt Amr ibn Asin në Egjipt, aj paska pas të mbrojtur me atje lekun e qelikut,
gjysmë natës, ka shku me mbyt e pas ka pas mbrojtjen. Këto janë krejt qëllimi veç si me myt Aliun. Ndërka që Aliu atë natë shkoj në mëngjesin e hershëm dhe shkoj në xhami me falë namazin e sabaj, dje pra ka qenë, se dje s'kemi mund me, para 4 ditve dhe aty u plagos, në namaz ishte, mulxhemi, pra i bën mulxhemi, ishte personi i cili e plagosin në kokë Imam Aliun me një thik dhe me helmuar, dhe 3 ditë pra nuk dha shpirt, ishte i helmuar, dhe kjo ngjarje ka ndodhë në muajin Ramazan, në ditën e 19 është plagos, në ditën e 21 ka ra shehid, dhe thuhet se në momentin kur e plagosën Imam Aliun me shpat, me thik të madhe në kokë, në atë kokë tha Imam Aliu, fustu wa rabbil Kabe, pasha Zotin e Qabës, unë fitova. Sepse, pse e tha kështu? Sepse njeri o kur bjerë shehid, atëherë fillon ringjallja e veprave të tia. Çka ka bo? Për çfarë arsye? Na e di më miri si ka ranë xhami, Lululu e mbyti, sepse si ishte i kënaqur me rregullat e ligjet e padrejtësit. Osmani gjithashtu bëni nepotizëm, korrupcion, pasunit, familjen e tjera, ka bërë shumë padrejtësi. Edhe ai vdiq, po nuk vdiq për fe islame, nuk vdiqën për Kur'an, nuk vdiqën, prandaj Imam Aliu pra nuk vdiq, po ai dha shpirt dhe dha shahadetin, u martirizua dhe tha pasha Zotin e Qabës unë fitova. Plaga ishte shumë e rëndë, ai jetoi 2 ditë, ndroi jetë në vitin në 21 Ramazan të vitit 61, ajo u varros në vendin ku është sot në Nexhef. Porosia e fundit e Imam Aliut për fëmijët e vet ka qenë pas vdekjes. Në realitet kur ka ndru jetë Imam Aliu i ka thirrë fëmijët e vet në librin Nahjul Belaga, për ndryshe libër i cili është shumë i vjetër dhe nuk ka në shtyp, por unë do të punoj këtë libër që me rishtyp, e ma kanë dhënë lejen autorët e kësaj libre, por normal duhet investim. Dhe në këtë libër tamam të regon amaneti që ka ja kalon djemve të vet Hasanit edhe Husejnit, Malikullashtarit, Filanit, Fistekit, ushtarve, Muaviu që ka i ka thonë, e tjera, dhe unë po i ceki vetëm 3 amanete më të famshme që ka i ka thonë djemve të vet. Një e para ka qenë të keni frikë Zotin nga Zoti dhe të keni amaneti i parë i profeti amaneti i parë i Imam Aliut, 3 të famshme që ishin, sepse ai kishte shumë amanet të madh që ja ka dhënë Hasanit dhe Husejnit. E para ishte të kenë frikë, o bijtë e mi, të keni frikë nga Zoti dhe të mbani vetëm drejtësi. Vetëm drejtësi. E dyta, të kujdeseni për jetimet dhe të varfërit. Shiko sa me rëndësi e ka pas. Dhe e treta, mos e braktisni Kuranin dhe namazin. Qëto 3 amanete shumë të mëdha. Nëse nuk e braktis Kuranin, aty e ki ehli bejtin. Nëse nuk e braktis namazin, aty e ki Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed, selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. A keni pa, shpeshherë ndëgjojmë që thënë sallallahu alaihi ve sellem. E ku është alihi? Thënë, selami qoftë mbi Muhammedin për gjithmonë. Ndërka që profeti Muhammed thotë kështu, kur t'i falni namazet e juja, mos më qoni selam vetëm mu. Edhe kur ta përmend një emrin e profetit, thotë mos më dërgoni selam vetëm mua, po dërgoni selam edhe familjes time. Për ndryshe namazet e juja nuk janë kabul.
Prandaj në të gjitha këto sektet dhe orientimet sunite shiite, të gjitha namazet e kanë aty kur të ulen në teshehud Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Gjithashtu thuhet se ai gjithashtu Imam Aliu në atë kohë nuk ka pasur burgje, pra burg për me fut atë mulxhemin që e ka myt, po e ka pas mbyll me një dhomë qatë personin që e vran e plagos, dhe 2-3 ditë derisa ka ndru jetë, kur i binin buk me angër diçka Imam Aliut, ai thoshte ai keni dhënë buk e ujë mulxhemit, dhe pastaj do të thonë shikoni çfarë drejtësi ka pas, e armikut vetë që e ja pruni vdekjen, ai thot mos e maltretoni, ai keni dhënë ujë mulxhemit, edhe thot i le amanet, ja Husein thot ju thot po ju la juve atë dëshirën e juj dhe drejtësinë e juj, ose të hakmerreni ose t'ia falni sipas ligjit duhet me kompenzu, po e fundit nëse s'ka me kompenzu, me ia fal. Mirë po, ose të hakmireni, por tha kur hakmireni vetëm me një të rame, vetëm me një të mshume, jo me marr ai ta kam shu vetëm një herë në kokë, e ta shti me ja marrë ftyrën e ti mja prish. Dushmanit, shikoni kush ka qenë Imam Aliu. Kjo është shumë interesante. Edhe pak, syrim diçka mos kemi arru. E bëjmë një asi dhe e krytëm, na fani nëse jo mërzitëm shumë. Po këto janë, keni mësu shumë edhe për Halifen Omerin, Ebu Bekrin, Osmanin dhe Imam Aliun. Dhe gjithashtu duhet i përmendje edhe disa amanete të Imam Aliut, kur populli deshti ta zgjedhte si imam, si udhëheqës, dhe zgjodhi dhe ka zotëru, pra ka qenë halife 5 vjetë 3-4 muaj, dhe kur ka ardhë imami në pozit, si halife, se si imam i zgjedhur prej Zotit, ato gjithë e ka pas prej ditës kur profeti e ka emërtu, profeti nuk e emërton përveç pa i thanë Zoti, ai i tha këtë, kur Imam Aliu erdhi në pushtet, ai tha, nëse doni të më zgjidhni mua si halifja juaj, duhet të dëgjoni mirë, unë kam tolerancë 0 për korupcionin dhe tolerancë 0 për vjedhjen. Dhe kjo fjalë i ka kushtu Imam Aliut me jetë, sepse deri te halifati Imam Aliut, malli i Bejtul Malli, pra i trezori i shtetit, ka qenë i vjedhur, i korruptuar, prandaj ky ka thënë. Ta dini, nëse më zgjidhni halife, kam 0 tolerancë për korrupcionin dhe tolerancë 0 për vjedhjen. Plus, i thot që edhe do t'ja konfiskoj mallin atyre që pa drejtësisht janë pasuru. Prandaj edhe Imam Aliu nuk ka marrë pjesë, janë bënja 7-8 luftra të vogla e të mëdha, në kohën e Omerit ma shumë, në kohën e Ebu Bekrit vetëm 2 luftra të vogla në Gardishullin Arabik, Omeri ka shku në Persi, dhe në asnjë luftë Imam Aliu nuk ka marrë pjesë. Do më thonë, as ka qenë burr shteti, që ishte në kohën e profetit, zavendës i profetit, si imam, që punonte në qeverinë e shtetit islam ditë e natë, ai doli u bë punëtor krahu, dhe plus as që e kanë thirr, por edhe ta kishin thirr, Imam Aliu nuk ka pas me shku në asnjë luftë. Dhe Talha, Zybejri, krejt këta ushtartë që kanë marrë pjesë në luftrat që janë bë gjatë kohës e Ebu Bekrit, Omerit edhe Osmanit,
ata kanë pas të drejtën edhe marrjen e plaçkave, dhe kur ju ka llogarit pasuria e Talhës, Zubeirit e të tjerëve, Abdullah ibn Afanit e të tjerë plot shokët e profetit prej ma të rive dhe ma të vjetërve, si që e pat edhe të Osmani që ka pas pasuni 300 milion dirhemi ka pas në shtëpi, jo në qeveri, e tjera, ndërka që Imam Aliu ndroi jetë pa asnjë dirhem, vetëm ka jetu sot për nesër. Pse s'ka marrë pjesë në luftra? Pse s'ka marrë pjesë në luftra? Sepse atë luftra kanë qenë për me pushtu vende edhe për me mbrojt Arabin. E pastaj, si kur sultanët që kanë sundu troje tona shqiptare, e kanë përdor fen islame për interesat e veta. Sepse islami nuk thot bre për pozit me vra vlaun, shoku shokon, nuk thot be për pozit se shokët e profetit jam kanë një të lidhur. Po, që ka me bo? U bo kjo, po me kryesore është që to t'i dim, po jo që të kryojmë përqarje. Se përqarja po mos pajtime, s'kemi nevoj. Historia nuk është për me na përqa. Tash ata para 1400 viteve që ka kanë bo, inshallah Zoti ja falë, po historia i shkrun. Por mëshira e Zotit është më e madhe se gabimet e tona. Prandaj kur na nuk duhet për veti me u dëshpëru, kur bëjmë ndonjë gabim të madh. Pse? Sepse thot Zoti, mëshira ime është më e madhe se sa gabimi jot më i madh që mendon se është. Prandaj shpresojmë që këto ndodhi historike të jenë mësim për neve, e mos të krijojnë urrëtie, por edhe ta dimë situatën nga të dy burimet. Sepse unë këto i kam mësu drejtën me thonë në medrese, nuk i kam mësu nga librat e shijave, po në medrese i kemi mësu lufta e Sifinit, lufta e Gjebelit, lufta e Uhudit, lufta në Uhud, tjetra Hudejbise, marrveshja Hudejbis, këto e mësimet që i kemi mësu prej librave tona sunite. Prandaj, është mëkat për neve muslimanët veçëm të rrimë me ndëgjime dhe t'i largohemi Kuranit. Edhe për këto historina keni në Kuran. Le tregohet kur në Uhud ishin veç 313, ishte shumë ushtria e dopte u tradhtun. Përmenden aty, përmenden edhe familja e profetit, përmendet edhe Imam Aliu që shë përkrau profetin Muhammed, po përmenden edhe shokët se si hikën nga lufta, e pastaj u friguan, e Zoti tha mos u frigoni se ja dërgoi 14.000 me laçe dhe i ndihmu në atë luftën e tjera. Historia është e dhimbshme, por ndodhin këto gjërat. Ky është një hadith edhe po e përfundoj. Profeti thot me një rast, për fat të keq, ju nuk do ta pranoni atë Aliun si pasardhësin tim. Shkoni, e ka parashiku profeti, edhe pse ka lyp në të jetën tragjike, ka lyp një letër edhe një laps, që dikush prej atymve me shkruaj testamentin që pas meje keni Alin, ju kum thonë në Gadir, po edhe tash, po ju thamë, po nuk ja dhënë, se Omeri tha, nuk na duhet, tha neve, tha profeti Muhamedi tha, është në halucinacione, nuk na duhet neve letra amaneti, tha, na mjafton Kurani. Na mjafton Kurani, e keni të qëto librat 4 ta gjikon, Sahihul Buhari, shikone, dhe nuk ju dha letra Imam Aliut, profetit Muhammed, dhe profeti thot, për fat të keq, tha, ju nuk do ta pranoni atë si pasardhës. Ku vërtetohet kjo? Hajde ta shuri. Që, me një shkrune, ose do ta dëgjoni, do se kjo video do shkojnë në YouTube. Si thash, ky është vëllimi numër 1, faqja 319, Ahmed ibn Hanbeli, pra, është themeluesi i medhhebit Hanbeli, që janë në Mekën, Medinë, ma shumë me shumicë, Hanefit janë ma shumë ka Egjipti. Pra, Ahmed ibn Hanbeli thot se profeti i tha komunitetit të tij dhe shokëve të tij, pra ky hadith që e përmendëm më poshtë,
që po lexoj hadithi është numër 859. Nëse ju do ta emërtoni Aliun si udhëheqës pas meje, profeti po i thoshte komunitetit të tij, pra ju nëse do ta emërtoni Aliun pas meje, pas vdekjes sime, nëse ju do ta pranonit Aliut si udhëheqës pas meje, dhe unë e di që ju nuk do ta bëni këtë, sepse kishte një kundërshtim të fortë ndaj Imam Aliut për shkak drejtësisë së tij. Prandaj, njerëzit e drejtë në fund mbesin veten, sepse ata vetë janë pa drejtë dhe i frikohen se kur hyn drejtësia, ai do të dëmtohet, ai do të shkatrohet. Prandaj, profeti këtë tha, Ahmed ibn Hanbeli e ka thënë në librin e tij. E kështu pra të nderuar miq, dhe Imam Aliu ra pra dëshmor, u martirizua në vitin 661 Hijri në natën e 21 të Ramazanit. Prandaj është mirë çdo Ramazan me përkujtu për natën e 19 edhe 21 me marrë me lexu, me marrë me studiu, sepse njerëzit kanë betë mbrapa për shkak se muslimanët, sidomos për shkak se e kanë lënë Kuranin dhe nuk hulumtojnë për argumente, po vetëm e kanë metnime se e kanë marrë Islamin sipërfaqësisht. Kurani nuk merret sipërfaqësisht, o njerëz. Prandaj them unë, mos lexoni romane, mos lexoni gjëra të tjera. Urdhri i parë i Zotit është Ikre bismi rabbike alladhi khalaq. Në moment, pse thot kështu profeti? I thot profetit, po kjo do të thënë që na ka thënë edhe neve se Kurani nuk është vetëm për profetin. Prandaj, sa herë që lexoni libra, e keni adhurim. 70 lloje të adhurimit janë. Një prej llojeve të adhurimit është edhe puna në emër të Zotit, bismillah, kul bismillah, la haule ve la quwwete illa billah, tawakkaltu ala Allah. Kur del prej shtëpisë, thuaj bismillah, nuk ka forcë dhe fuqi përveç Allahut, i mbështetem Allahut. Kjo është lutja më e mirë. E keni edhe te videot e mia në TikTok, në YouTube, lutja pra para çdo dite, para kur ta hapim derën e shtëpisë apo rrim në shtëpi, kur e hapim laptopin, kur e hapim ditën e re, e tjera. Me kaq të nderuar miq, e përfundum edhe këtë episodin e 4, i cili ka të bëj me lutjen pra, me shahadetin e Imam Aliut. Pra shahadeti apo martirizimi, nuk kuptojmë me thënë vdekjen, sepse shahidat si Adem Jashari, si viktimat e luftës, ata nuk vdesin, ata janë gjallë, por na nuk e dim, nuk i njohim. Prandaj sot e përfunduam, mas nesër vazhdojmë me natën e 4, këto 10 ditët e fundit Ramazanit, maksimalisht duhet i shfrytëzojmë. Esselamu alaikum ve rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia, bereqeti i Zotit qoftë mbi ju dhe familjet tuaja. Faleminderit për follow, faleminderit për subscribe.